Peshqit, kjo video është për ty. Sot do kanalizoj një gujtë të shkurtër shpirtërore se si do jetë energjia e vitit të kalit për ju. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme dhe nuk aplikohet për secilin për ju, dhe ju që doni gujta të personalizuara mund të rezervoni gujtën tuaj kundrejt një pagese në mesazhin në Instagram. Vazhdojmë direkt me energjinë e vitit të kalit për ju. Oh my god, sa e bukur. Do marrë dhe një mesazh tjetër. Sa e bukur. Një botë e re do krijohet, një botë e re do marrë frymë nëpërmjet jush. Një fëmijë do vinë në jetë për disa prej jush. Një projekt i ri do marrë jetë nëpërmjet jush. Një punë e re do filloj, një punë që është e lidhur me shpirtin apo me pasionin. Një projekt i ri, bashkëpunime të reja, shtëpi të reja, marrëdhënie të reja, një jetë e re apo edhe për disa të tjerë, një version i ri. Kto që unë sapo thash tani nuk janë për të gjithë, për ju që po e dëgjoni, për është diçka për secilin prej jush. Do filloj një kapitull i ri në energjinë tuaj, do filloj një jetë e re, një realitet i ri, ku ju do jeni më harmoni, do ndiheni sikur më në fund po shpërbleheni, sikur ajo parajsja në tokë vërtet po merr jetë dhe po merr frymë për ju dhe nëpërmjet ju, sikur jeni të suportuar, jeni të drejtuar, të mbrojtur në një mënyrë hujnore, sikur çdo vuajtje juaj më në fund do marrë kuptim. Për disa njerëz do i vi konfidenca për të krijuar dhe një herë, apo për të guxuar, për të ndjekur ëndrat apo pasionet e tyre. Ideja është që energjia e krijimtarisë, energjia e të resë, energjia e të bukurës, energjia e parajsës do notoj në frekuencën tuaj. Por ka një kleçk sigurisht, sepse asgjë e mirë nuk vjen kollaj. Ju duhet të punoni për gjatë vitit të kalit me limite të shëndetshme. Duhet t'i thoni jo çdo gjëje që s'ju ndihmon, duhet t'i thoni jo çdo gjëje që nuk ju drejton apo nuk ju çon në këtë parajsë në tokë. Duhet t'i thoni po çdo gjëje që ju drejton dhe ju çon ke kjo parajsë në tokë. Duhet t'i thoni jo personave që ju shterojnë energjinë, muhabeteve që ju shterojnë energjinë, situatave që ju japin akt, siklet. Duhet t'i thoni jo çfarë do lloj gjëja apo kujtdo që ju të imbush dhe ju largon nga qetësia juaj apo nga të pasurit energjinë tuaj të brendshme në një vit të drejtë mendje, trup, shpirt. Fokusoni tek energjia juaj e brendshme, fokusoni te mirëqenia juaj dhe merrni kurorën tuaj mbrapsht dhe lejojeni që parajsa të ekzistojë në tokë nëpërmjet jush. Lejojeni fillimin e ri të vi, duke lëshuar dhe duke i thënë jo dramave, kaosit apo çdo gjëje që mban në një frekuencë të ulët apo frekuencë të zymt, apo diçka që ju mban në dhimbje, në vuajtje tërkohës. Ka ardhur momenti që t'i thoni po lumturisë tuaj dhe jetës tuaj më të mirë. Bëni punë me veten, punoni me anën tuaj të errët, bëni shadow work dhe çdo gjë do shkojë mirë, sepse duket sikur viti i kalit do jetë një vit i favorshëm për ju, por sigurisht kjo kërkon dhe pak punë nga ana juaj. Ju uroj një vit dhe transformim të mbar dhe shihemi peshqit në Gujtat e Radhës. Ciao!